parashikimin edhe ndikimin më të madh që ka të bëjnë për sa i përket datës 18 gusht 2026. Edhe pse si dita e Marsit, kjo është një ditë tjetër shumë e rëndësishme astrologjike sepse lidhja veriore në retrograd largohet nga Peshqit dhe futet në Ujor në orën 22:35. Ky është një ndryshim shumë i madh karmik sepse lidhja hënore, lidhjet, ndikimet, favorizimet tregojnë drejtimin kolektiv, mësimin e fatit, takimin e rëndësishëm, kthesat, lidhjet karmike dhe boshti ku ndodhin eklipset e së ardhmes. Me kalimin e lidhjes veriore nga Peshqit në Ujor, fokusi gradualisht zhvendoset nga shpërbërja emocionale, besimi, mjegulla, spiritualiteti dhe ndjeshmëria. Komuniteti i teknologjisë dhe të ardhmes, të grupeve të mendimit të pavarur, rrjetet dhe identiteti social. Ky kalim është shumë i rëndësishëm sepse Ujori është shenjë fikse dhe kjo do të thotë ndikimin dhe aktivizon fuqishëm boshtin Ujor-Luan në muajt në vijim. Pas eklipsit diellor në Luan në datën të datës 12 gusht, hyrja e lidhjes veriore në Ujor e bën edhe më të qartë se jemi duke hyrë në një periudhë ku tema unë, tjetri, zemër, komunitet, ego e ardhme, skenë personale, rrjete kolektive, që do bëhet shumë e rëndësishme. Kjo është një kthes shumë e madhe, lidhje me atë që nuk duhet nënvlerësuar. Më të ndikuar janë Ujori, Luani, Demi, Akrepi, sidomos të dhjetëqit të tretë, sepse lidhja veriore hyn në fund të Ujorit dhe fillimisht prek gradën e fundit të shenjave fikse. Ata që kanë planetet në këto shenja kanë ndikime shumë të mëdha në këtë aspekt. Mu të ndjejmë sinjalet e forta ku fati do dhe kërkon të vërtetën. Ajo që do duket që fillon një kapitull i ri i identitetit në punë, në karrierë, në çështje personale. Për Luanin, marrëdhëniet dhe partneritetet marrin peshën karmike. Për Demin, karriera dhe statuti hyn në një fazë të re. Për Akrepin, shtëpia, familja dhe baza emocionale bëhet fusha shumë e ndryshimit madh dhe kuptimit të jetës. Ky kalim prek edhe shenjat e ajrit. Bashk dhe ndikimin më të madh, binjakët dhe peshorja, sidomos të dhjetëqit të tretë, në mënyrë më mbështetëse, duke hapur rrugë në komunikimin e dashurisë, krijimtari, udhëtime, studime, projekte, rrjete sociale. Shenjat e zjarrit, dashje dhe shigjetar gjithashtu mund të ndjejnë si mundësi për kontakte të reja, vizione dhe lëvizje drejt së ardhmes. Astrologjikisht, kjo ditë nuk është thjesht një ditë për një veprim praktik. Është një ditë për të kuptuar ndryshimin, drejtimin. Mund të ketë një takime me dikë që më vonë me rëndësi. Mundësi të ketë një ide në projekte në rrjete teknologji, komuniteti ose në grup. Mund të ketë ndjesi në marrëdhëniet në rolet drejtuese dhe jo vetëm lidhjet dhe varësitë të tjera. Për çështjet praktike, dita është e mirë për planifikime, projekte afatgjat. Ndikime dhe rrjete sociale mund të jenë në njëra nga ndikime më të mëdha në fushën e karrierës dhe të ekonomisë. Duhet pasur pa kujdes sepse lidhja veriore me energji shumë karmike jo gjithmonë plotësisht të qarta në momentin e parë. Dhe kjo do thotë mundësi, duhet kujdes dhe vazhdimsi. Prandaj kërkohet kujdes, prandaj kërkohet vëmendje në gjërat që neve kërkojmë. Tani, para se të fillojmë parashikimin e 12 shenjave zodiakale